Java e 8 e fazës së play-off në ligën e parë të volejbollit vendor përfundimisht përcaktoi 4 skuadrat e para, të cilat do të diskutojnë titullin kampion, pra Strumica, UGD Shtipi, Boreci dhe Universiteti Tetovës në fazën e fundit të kampionatit do të përcaktojnë kampionin e ri për sezonin 2024-2025. Dilemat se cila skuadër do të jetë e katërta u zgjodh në derbin mes dy skuadrave tetovare, Universiteti Tetovës Shkëndia, që përfundoi me fitoren maksimale 3-0 për ekipin studentor. Pas këtij suksesi, kapiteni i ekipit të Universitetit të Tetovës, Hamza Veseli, u shpreh kënaqur me lojën dhe fitoren që i asiguroi pozitën e katërt. Me qenë se ishte edhe derbi i qytetit, ne kemi prit këtë ndeshje, pasi që kjo ndeshje ishte Chelsea kryesor i ekipit tonë. Me këtë fitore ne siguruam vendin në 4 ekipet e para dhe tash besoj se dëshojmë si do vazhdojnë edhe 3 xhirot e fundit të kampionatit. Klubi volejbollit Universiteti Tetovës në xhiron e radhës kundër Rabotničkit dhe me fitore eventuale dhe varësisht nga rezultatet e ndeshjeve tjera mund të ngjitet edhe në pozitën e tretë. Edhe kjo ndeshje ka një rëndësi për ne dhe me qenë se ndeshjen e parë ne triumfuam ndaj Rabotničkit në transfert, besoj se edhe këtu do të jetë një ndeshje e mirë dhe pse mos të përfundojmë edhe në vend të tretë. Në 2 ndeshje tjera të play-off u arritën këto rezultate: Rabotnički UGD Shtipi 1-3 dhe Strumica Boreci 3-1. Ndërkaq në ndeshjet e fazës së play-out, Liria e Zherovjanit vazhdon rrugtimin e fitoreve kësaj radhe. Në transfert mundi janë ta volejnë 3-0, ndërsa në 2 takime tjera u arritën këto rezultate: Vesna Probishtipi, Makedonia Gjio 3-1, Susheva Skopje 3-0.